problem. Që shka thone, roki mërë, si roki mërë të upam. Që mos me nga përsërit në kalumin. Kush ka të drejtën sot, ligjore së mi drejtu gjykatës kushtetuse me marrë një interpretim të qartë me ditë çka me ndodhë, se nësë prapë në zgjedhje pravim tjetën situatë. Të drejtë kanë nga institucionet, autoritetet e shtetit që janë president, janë nishë. E para është që ka të drejtë detyrë, jo të drejtë, po dhe detyrë ka. Ka qeveria, po qeveria është në detyrë. Që kryeministri nuk është kryeministër, është kryeministër teknik, i cili ka të kufizuara me ligj kompetencët. Çështjet e kryeministrit në detyrë rregullohen me ligj, nuk rregullohen me kushtetutë. Kushtetuta parasheh vetëm kryeministri i cili ka, domethënë, ka legitimitet dhe legalitet të plotë. A keni pa aty që po thonë për shembull, s'mund me konë deputet, s'mund me konë ministra në kënej. Kjo është për në të ardhmen. Nëse bëhesh ti deputet sot, edhe nesër mas nesër dënë më bon minister, nuk mundesh me qenë... Edhe 24 orë minister ma këshipajrin krejtë. Anë pëse jo, shumë i meritan për herë të kisha po. Dhe me thonë, dënë më bon minister, duhet me dhonë dorëheqje prej deputetit, se s'mundesh edhe minister dhe deputet. Këtë qështjen, kryeministër, ministrën detyrë e rregullohet me ligjë, se është qështje ma vogël, me peshë ma të vogël juridike dhe politike. Kjo nuk rregullohet me kushtetutë. Kushtetuta i parashen në të ardhmen, tash që në vonë deputet, nëse donë me marë qeverin, kryeministri, s'mund me qenë deputet edhe tash. Tash të kryeministri është vetëm deputet. është vetëm deputet, pa po vazhdo me dalë në zyre, a bon shkelje kushtetuse? Po, jo, nuk banë, se ka për detyrë ligjore me dalë në zyre, deri në momentin kur vjen kryeministri i ri me raportun pikat shkurta për 4 vjetë që ka po, dhe me të regu se ku ka mbet me buxhet. Dëmon, edhe ministrat që janë tash deputet, jo, ju thatë jenë, legitim, po ende nuk e kanë bën betimin, nuk në kry puna se s'konzervohet konstitum kuvendi. Deputet tentativ. Tentativ. Dëmon, e kanë të drejtë, nuk po bojnë shkeljes që po dalin, se po më cilë dëkaja që e në gjykatë kushtetuse. Mirë shumë, kanë bën, mirë që kanë që prezidentja ka të drejtë me që, deputet kanë drejtë me që, dhe me dërgu në gjykatën kushtetuse, në pale autorizume, por gjykata kushtetuse nuk merr iniciativë vetë, pa dërgu një letër atje. Profesor, këty në të ka pas ka qarkullu se këtu visë negativisht po menojmë. Interesant, u qëllë tema që zoti Kurti mund t'i kurzoj edhe partit opozitare për qështën e në kretarë. Ti s'ma pranoj Bulen Azhiun, ta shqoni zjedhe. I bona votet, asë në s'ta pranoj kujtim shalën, s'ta pranoj ty ata, s'ta pranoj këta, dhe mund fillu ende me shku drejt të limit të kërësit politikë. Kjo spjegohet në mënyrë kështu. Kryetari është kryen punë autoritative. Punë autoritative të konsiderohet aja punë ku merë vendime. Nën kryetarët nuk kryen punë autoritative, janë një farloj këshilltar dhe zavendësus. Nën kryetarët mund të shkojnë në paket, nën kryetarët shkojnë në paket. Kryetari shkon në mënyrë individuale, nën kryetarë në paket. Shkojnë 5 nën kryetarë, 3 për tyre në shqiptarë dhe 2 minoritetë. Ta shkojnë në paket, nuk kanë lidhe me këta. Apo për shkelje kushtetuse lëvizja vendosje cila po të venton, do më thonë, me ndryshu formin e votimit, nga i hapë që shka njës procedura në fillim në votim të fshet. Përgjithësin më të madhe, për gjithë këtë katrahur që pëndohë dhe ka partia ma madhe. Edhe këta tjertë kanë përgjithësi, këta kanë përgjithësi dhe kanë detyrë nga populli për me kriju institucionet. Kush dhe si është në Definitivisht, profesor. Po, definitivisht, si ka 42%, 48 deputet. Ndryshimi formës votum, prej procedurës që shka njësë në të hapën, tash më këthynë të fshet, edhe pse kushtetuta e parashet. Por, në aspektin procedural, po thojnë që është shkelja. A shkelja kushtetuse edhe apo më në shkelja kushtetuse? Shiko, do me thonë, votimi janë 2 kategori, do me thonë, kushtetuse, votimi i msheft dhe votimi i hapër. Votimi i msheft është në bazë, në mënyrë bazike është më demokratik. E votimi i hapër është ma pak demokratik, po kjo përdoret në parlament. Për me votu në parlament, grupet parlamentare duhet më marrë vesh, si po shkojnë. Po më duke si marrë vesh me shku në njërë të hapër. Kjo është një mbledhje, nuk është 100 mbledhje, po është një mbledhje, konstituive është, në mbledhje në vazhdim. Ta duhet me shku, dhe me thonë në parim, duhet me shku në të hapër. Kjo mënyrë është gjest politik, manovër politike të cilën vetë vendosja po kryon për interesat vetat. Për ndryshe, dhe me thonë, nuk ka të drejtë. Profesor, a këja vështë që dërgojnë gjykatë kushtetuse? Shka nësër gjykata kushtetuse konstaton që zoti Dehari, Ami Dohari, a zhamni ka bo shkelje gjatë procedurës,
ka bashkile kushtetuese. A do të thotë që automatikisht do të ndërrotash zotit të artë, vjen deputeti i dytë më i vjetër. Se po jetojmë shoqëri, domethënë a diçysh jena të lut Kërlaski, që shkojmë te na profesor. Kena në pozita Kërlaski me lut. Fatkeqësi me pa kuvendin në këtë nivel, përbes. A din se mi dhon tani nuk vini emisioni më fëmijë piksoj punë, por sinqerisht profesor, ai është person. Kemi kthyr situata dehari është person, domethënë ai pozicion ta quaj që s'është pozicion ja ka dhënë mosha. Mosha, po nëse konstatohet që ka bashkëlie kushtetuese. Nuk ka pozicion zyrtar bazë moshës. Ti e din. Po. I ke për shembull 70 vjet havë kemi punuar çit punë. Po çit punë. Por për rreth faktit që jep mosha më vëz, nëse konstatohet që ai ka bashkëlie kushtetuese. Jo. Gjatë procedurës. A duhet ndrohet vjen i dyti në mosh? Sa është shkelje kushtetuese? Tendenca për mendim për shkak se konstaton gjykata kushtetuese. Ai nuk është autoritet që mundet me shkel kushtetutën. Kushtetutën e shkelën vetëm nuk është autoritet profesor sa, nuk është vetë fakti që për shkak moshës jepet autoriteti përmet asnjë detyrë zyrtare se ka, ai është person teknik. Absolutisht, nuk është autoritet. Nëse e shkel kushtetutën është person politik, që pe ka një detyrë teknike për shkak të moshës. Po si individ, si deputet nuk shkel kushtetutën. Individi s'mundet me shkel, e shkelin autoritetet, institucionet. Do të thotë tek e pjesë absolutisht. Nuk mundet me pas ai ka kornizës si duhet me vepru, do thotë në bazë të partisë vetë që është tashti, si thot partia e vepron, nuk ka ndonjë përgjegjësi. E kemi pa dhe propozimin me liderit e LDK-s për një qeveri tranzistore. Qështë e parashek kushtetuta? Po, tranzistore. Qa do të thotë, si e parashek kushtetuta edhe sa mundet më realizu një gjë e tillë në aspektin kushtetues? Kushtetuta nuk parashet qeveri tranzicionit. Qeveria tranzicionit këmë të në kalimtare, deri të rëzjedhët presidenti, që tonë që e kemë të më thonë. Kjo është një farloj qeverie teknike. Nuk është qeveri kombëtare, por është qeveri teknike, është quhet ndryshe dhe qeveri eksperte. Partitë politike i nxjerrin disa ekspertë që i kanë të fushave të veta dhe kjo kalon i bën disa programe, domethënë edhe përcaktohen përgjigje. Në momentin si të krijohet kjo, caktohet data zgjedhje. Po në aspektin kushtetues nuk shep pengesa. Jo, se kushtetuta nuk parashet qeveri tranzicionit ose kalimtare, por ka mundësi kjo të bëhet për shkak se parime, domethënë kushtetuese, drejta kushtetuese parashet. Jerujmë politik, prej legalës edhe masane, edhe këto, një pyetje pak ma personale për te aspektit profesional. A mendon që zoti Kurti do të rrezohet të ndroj kandidatin për krye parlamentare? Po kishte me qenë mirë, është veprimi më i lehtë. Me lehta, po, për shtrëzimit, ja mendon, të njohur në aspektin e performancës politike edhe shosë. Unë një zotin Kurti se kemi qenë me një parti, ka qenë një parti parlamentare herët. Herët, fa. Edhe ka qenë kryetari në ndegës të rive. është një intelektual, po është bukur të kanjaz edhe dhe me thonë të situata nuk banë. A di si po veprojnë ta? Po veprojnë me ligjet natyres. Në politikë duhet me veprojnë me ligjet shoqërore. Ligjet natyres është po, jo, vdekje, lindje, nuk banë është. A besën se dhe dërzot, nëse njene ju e përmene për partisë parlamentare, a besën se zoti Kurti mund në drejtë? Tha, dhe në kështë përgjithshëm, tha, Albulena tha është... Një këta të Albulena, sekret, dhe me thonë një familje, kretë, jënë patriotikë. Po në aspektin e tërheqës? E tërheqës, po ka mundësi, ka mundësi. Ka mundësi? Po, ka mundësi. Ju thatë, profesor ju thatë që zoti Kurti po shkoj me ligjin e natyrës, jo me... Po dhe, ligjë natyrës, ku tu... Po, jo, për politikë nuk shkon politikë, ju thatë që nuk shkon kësë është... Politikë kur mas tu i kur, se ka fleksibilitet, nuk bën me shkuosht, kompromisë, Amerikanët e përdorin shumë kompromisin, edhe vlerësojnë kompromisin në politikë. Duhet me ka përcy. Për shembull je i atë me qenë kryeministri i shtetit, por nuk mundesh më ka më i miri, por nuk je i nevojshëm në çat moment. Profesor, vjen i nevojshëm. E kemi tash edhe një hall tjetër, edhe me shku në zgjedhje, kush e shëvanin në zgjedhje, do të thotë, është që është e dhimbshme, në njëjtën kohë është qesharake. Për me që venin zgjedhje, prap duhet më konstitut si ky kuvend. Duhet prap sta njerëz më marrë veshë me votu dikën krye parlamentar, edhe me vendosë